Partia Socialiste feston për vjetorin, PS-ja gjithnjë më e madhe, Shqipëria gjithnjë më e vogël. PS-ja ka hyrë në mandatin e 4 të qeverisjes, 16 vjet. Edhe 16 vjet dhe feston 100 vjetorin e themelimit. Në 84 vjet vetëm 3 kryetar, edhe Vatikani me 8 pap gjatë kësaj kohe duket më demokratik në rotacion. Një parti që e ka hequr emrin PPSH, por ende se ka hequr dot mallin për të qenë parti e vetme. Nga Partia e Punës tek Partia Socialiste ndryshoi emri, por nuk ndryshoi zakoni i fitoreve plebishitare. Është e majt në emër, e qendrës në retorik dhe djathtë në politikat ekonomike. Është partia që luftoi kundër pluralizmit. Dhe tani kujdeset që mos të ketë pluralizëm. Të rilindësh do të thotë se pas ke ndruar jetë një herë, ka rilindur aq herë sa do ta kishte Zilia dhe Feniksi. Nga partia e klasës punëtore, u bë partia e oligarkëve. Është gjithmonë në krizë, por ushqehet nga krizat dhe kurrë nuk bie nga pushteti.